shërë që ky program do të shërbej për të takuar histori suksesit të shqiptarëve në përbot. Nuk do shkojmë larg, do qëndrojmë në Itali, do ndalemi në Torino për të zbuluar se si një djalë me një ëndër të madhe për të qenë mbrojtje të komunitetit zgjodhi që të kaloj disa sfida njëra pas tjetrës për të mbërritur edhe në një titull që është me shumë përgjegjësi, veshur bashkë edhe me uniformën, titullin e kapitenit. Lidhemi tani me njëherë me Ermir Gjeçin, i cili është kapiten i karabinierëve. Përshëndetje, është kënaqësi Ermir. Do përshëndesim. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua. Armir. Një detyrë Ermir me uniformë edhe sot. Edhe sot me uniformë, si çdo ditë nga fillimi në shtator, domethënë nga fillimi i kësaj aventure të re, edhe jemi këtu. Ka aventurë e re, cila është, për t'ia thënë edhe publikut? Në fakt, unë drejtoj kompaninë e Ivreas, është një qytet me pothuajse 22.500 banor, që ka kompetencë në 151.000 banor në të gjithë rrethin e kompetencës të kompanisë Ivreas. Kompania është struktura e drejtimit, por ka në varësinë e vet 14 repartë që janë stacionet e karabinjerëve. Stacioni i karabinjerit është struktura themeluese e karabinjerëve në Itali. Në fakt janë rreth 4.500 stacione në të gjithë Italinë, stacione karabinjerësh, kundrejt 3.500 bashki ku kanë kompetencën e vet. Armir. Në fakt, Po, mund ta vazhdosh, patjetër, gjithë rrugtimin. Jo, në fakt unë drejtoj, siç u thash përpara, 14 stacionet plus kam dhe një njësi hetimore që varet nga unë, plus edhe një njësi e ndërhyrjes shpejt. Mirë. Jemi rreth 170 karabinjerë. Qartë. Armir, një shqiptar në radhët e karabinjerëve, por ajo çfarë është me interes për gjithë publikun shqiptar është çfarë fshihet pas termit shqiptar. Kush ishe ti përpara se të bësh një karabinjer? Cili ishte profesioni yt? Ku ishe i pozicionuar? Ku je specializuar? Si ndodhi lëvizja nga Shqipëria në Itali? Anën personale, jetike, jetësore, këtë duam të di. Atëherë, unë kam ardhur në Itali në vitin 2001. Në fillim të marsit të vitit 2001, domethënë prej moshës 6 vjeçare. Prindit e mi kam pas ardhur në Itali 3 vjet përpara në 98 për arsye ekonomike. Kanë emigruar si shumica e emigrantëve shqiptar. Në fakt të gjithë shkollat i kam kryer në Pordenone, në provincën e Pordenonës. Edhe kur përfundova gjimnazin, tentova të konkursin direkt tek karabinjerët, sepse në radhë parë prindit më kanë edukuar që të kem pasion për drejtësi, kështu që me vlera të larta themi. Plus kam pasur një vullnet të fortë, edhe kam një vullnet të fortë për të ndihmuar njerëzit, edhe për t'i zgjidhur problemet që mund të kenë. Por në radhë të parë fare është edhe pasioni për uniformën. Uniforma karabinjerëve që kam qenë i vogël ka qenë pasioni i madh sepse ishte ëndër që të arrisha në atë pikë, edhe cila mund të ishte puna më e mirë se mos të ishte puna karabinjerit për të bërë gjithë këto gjëra. Kam tentuar konkurset, por rrallë, domethënë herën e parë nuk arrita ta fitoja. Edhe shkova punova në fabrikë. Por nuk u dorëzova dhe tentova herën e dytë, domethënë vitin tjetër, edhe fitova konkursin për inspektor. Domethënë për nën oficer, jo për oficer. Bëra një vit tek shkolla oficerave në vitin 2014, derisa në vitin 2015 pastaj fitova konkursin për oficer. Konkursi për oficer, në fakt oficerët e karabinjerëve formohen të gjithë në Akademinë Ushtarake të Modenës me oficer të ushtrisë. Atje bëra 2 vjet, plus edhe 3 vjet të tjera në shkollën e oficerave, ku do thënë si fundi këtyre 5 viteve kam marrë diplomimin juridik.
Ati pasaj u caktova në Taranto si pedagog dhe komandant toge në një shkollë formacioni për karabinjer deri në vitin 2022. Domethënë nga viti 2020 deri në vitin 2022 kam qenë atje. Nga viti 2022 deri në vitin 2023 më caktuan në drejtimin e njësisë hetimore në Alcamo, në Sicili. Edhe atje ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, shumë frymëzuese, sepse jam marrë me çdo lloj krimi dhe me çdo lloj ndalese ndaj krimeve si puna trafiku drogës, grabitje, vjellje, mashtrime ndaj të moshuarve. Kapiteni Gjeçi, në fakt ne duam të pyesim, duke parë dhe duke dëgjuar gjithë rrugëtimin tënd, si kapiteni i karabinierëve, duam të dim në rast se ke patur një moment të vështirë ku uniforma është kthyer në një përgjegjësi shumë të madhe? Në fakt uniforma është përgjegjësi shumë e madhe. Çdo sekondi jetës time, çdo sekondi i shërbimit që mund të kem. Po si puna ime janë edhe gjithë karabinjerët, të veshësh një uniformë është përgjithësi shumë e madhe. Rëndësi ka që të kesh pasionin edhe të kesh vullnetin për t'i shërbyer tjerëve. Komunitetit, sepse kjo nuk është punë. Ne këtu në Itali themi, puna karabinjerit nuk është punë, puna karabinjerit është një zgjidhje jete, sepse je karabinjer 24 orë në 24, nuk je karabinjer vetëm në momentin e shërbimit. Pra nuk pushon kur nga detyra jote? Kur. Edhe në kohën e lirë prap je gjithmonë në angazhim, prap ke shumë aktivacion. Armir, një shqiptar karabinjer që i është dashur të përballet me skena të ndryshme, krimi, mikrokrimi, përmendet i disa situata më përpara. Si një numër i lartë i pjesëtarëve të komunitetit shqiptar në Itali, ka patur ndonjë moment, ndonjë rast që një shqiptar ka rënë në duart e karabinjerëve dhe ti ke qenë ndoshta pjesa e asaj skene? Pas disa raste, jo vetëm me shqiptar, por me gjithë pjesëtarë të komunitetit, si italian, si shqiptar, si komunitetit marokien, si të huaj, si dhe italian. Nuk ka pas asnjë lloj ndryshimi. Jo, sigurisht, në zbatimin e punës tënde patjetër që jo, por emocionalisht, si është për ty në qoftë se përballesh me një individ që mund të jetë kryer një krim dhe në nacionalitet dhe shqiptar? Në fakt, unë sillem në të njëjtën mënyrë si mund sillem edhe me italianët. Vetëm një gjë ndryshon që i flas shqip. Edhe kërkoj të krijoj një afrimitet tjetër duke i folur shqip edhe. E cilat janë arsyet? Në qoftë se dikush të ka thënë arsye pse bëra këtë krim ishte për ekonominë, për një arsye tjetër personale? Arsyet, në fakt unë një gjë them gjithmonë, i them edhe kolegëve të mi, ne nuk duhet të gjykojmë sepse personat i bëjnë disa krime. Ne thjesht duhet të ndërhyjmë edhe në qoftë se kapim në befasi, domethënë në qoftë se kapim që është duke bërë atë krim, duhet të bëjmë procedurat për ta dërguar tek gjykatësi. Nuk mund të jenë arsye ekonomike, mund të jenë arsye akmarrje, mund të jenë çdo lloj arsye. Unë thjesht mund të flas, thjesht ne i trajtojmë të gjithë personat që mund të jenë edhe në arrest, i trajtojmë si gjithë tjerët, i trajtojmë si persona normalisht, sepse janë në përgjegjësinë tonë. Sepse nuk gjykojmë. Përpara ligjit janë të gjithë të barabartë. Ky është në një kushtetutës shqiptare, besoj dhe asaj italiane. Edhe asaj italiane. Kapiten Armir, është natyrale të pyesim edhe për sa i përket jetës tënde personale. Pa u thelluar, pa dashur të zbulojmë shumë, po thjesht për të kuptuar në rast se kjo detyrë të ka kushtëzuar deri tani. Në fakt, unë kam qenë nga viti 2014 që jam larg shtëpisë. Edhe puna e karabinjerit është punë, sidomos puna e oficerit karabinjerit është punë që bëhet larg nga shtëpia. Edhe janë të përfshira shumë transferime, çdo 2-3 vjet transferimet janë të caktuara.
por kërkoj gjithmonë t'i jem afër prindërve o me telefonata ose edhe t'i takoj. Por shqyr jam i martuar edhe nusja më ndjek. Të kupton? E kupton punën që bëj. Po, më kupton shumë mirë, e kupton punën që bëj. Edhe i pranon sakrificat, sepse është sakrificë edhe për atë të transferohesh çdo 3-4 vjet. Pra, dhe asaj duhet të ndryshoj gjithçka në varësi të ripozicionimit që bën ti në strukturë. Qartë. Mirë, Armir, për shkak të angazhimeve, gatishmërisë dhe uniformës, ke mundësi që her pas here gjatë vitit të vizitosh Shqipërinë, apo kontaktet me Adeun janë ndoshta pak më të rralla tani që je pjesë e karabinjerëve? Jo, nuk janë më të rralla dhe nuk do jenë kur më të rralla, sepse unë kam pjesëtar të familjes i kam Shqipëri. Kam 1 muaj që kam qenë Shqipëri. Kështu që çdo vit paktën 3-4 ditë vi që të shmallë me njerëzit që kam atje. Dhe ti me origjinë nga cili qytet vjen? Nga Durrësi. Okej. Origjinë durrësake. Okej. Jo shumë larg Italisë, praktikisht. Ja. Armir, tash shqyr me avionet është më e thjeshtë që të arrish në Shqipëri për 1 orë e gjysmë. Për fat të mirë. Kapërcimi nga Sicilia në Torino, në vetvete çfarë do të thoshte për ty dhe për natyrën e krimit me të cilën ti përballesh? Ndryshonte tipologjia e detyrës tënde? Tipologjia e detyrës është po e njëjta. Në fakt, në Sicili kishte më shumë, domethënë më pak banor, kështu që krimet mund të ishin edhe më të rralla në zonën ku isha unë, edhe por në Torino, pastaj kur kam shkuar me drejtu njësinë timore, atje ka pas domethënë më shumë banor, edhe krimet mund të ishin edhe më të rënda. Sepse unë u merrsha në fakt me vrasjet edhe me krimin e organizuar, me hetimet domethënë në këto 2 aspekte. Edhe këtu në Ivrea në fakt banor, ka më shumë banor se sa që mund të ishin në Sicili, por problemi është ky, krimet janë njësoj si në jug, si në veri, si dhe në qendër të Italisë. Nuk, sepse krimet kryen nga njerëzit, edhe njerëzit janë po të njëjtët. Mund të jenë më pak më shumë, por krimet po ato janë. E drejt, e qartë. Armir, duhet të rikthem dhe njëherë tek përvoja personale, tek emocionet, ndjesit, ndoshta me sa kemi mundësi, ndoshta të zhvishesh pak nga uniforma e karabinjerit. Porosia që të ka dhënë nëna, gjithmonë, sa herë je larguar nga shtëpia, sepse ti je karabinjer, është fjalë e madhe, patjetër. Çfarë ka merre ka ajo? Çfarë të thosh? Armir, kujdes nga çfarë? Armir, kujdes veten. Atë mund gjithmonë. Si kanë qenë këto largime? Normale, për një prindër është e vështirë që fëmia të bëjë një punë të tillë me kaq shumë rreziqe ose me kaq shumë përgjegjësi. Por kam një fat që prindit e mi kanë shumë besim tek unë dhe e din, domethënë që që punën që bëj me përgjegjësi, me pasion, por edhe shqyr me tru. Nuk e bëj pa... Është ajo në merak për ty? Sa herë flet me të? Është gjithmonë. Gjithmonë në merak, por shqyr, thash, unë çdo 2 ditë kërkoj të flas në telefon që të qetësohet. Si me nënën edhe me baban. Kështu që e kanë pranuar këtë gjë. Por gjithmonë do jenë në merak. Detyra e nënës nuk përfundon as edhe një ditë vetëm. Armir, dëshiron ta trashëgosh këtë profesion në familjen tënde, atë që po bën ti për veten tënde? Patjetër që po. Patjetër që po, edhe do ishte ëndër që fëmijët e mi të bëjshin karabinjer si puna ime, sepse mu arma karabinjerëve më ka dhënë shumë. Më ka realizuar ëndrën që të bëjsha karabinjer, por më ka dhënë edhe kolegë shumë të përgatitur, edhe eksperienca shumë të ndryshme, që vetëm me këtë punë mund të kryesha. Pra, edhe pse do rrije me telefonin gati, siç bëjnë prindrit e tu tani për fëmijët e tu, ti prap do doje të trashëgoje këtë profesion. Qartë, absolutisht po.
Është profesioni më i bukur që mund të ekzistojë. Duket sa pasion ke në këtë rrugë që ke zgjedhur. Dhe duket që kjo dashuri ka shoqëruar grad pas grade. Armir, kur ka qenë momenti që i ke thënë vetes, po, ja vleti gjithçka. Çdo mund, çdo largim nga shtëpia ja vleti për cilën grad? Unë e them çdo ditë, në fakt. Nuk e them, nuk ka pas një moment kur e kam thënë, sepse satisfaksionet janë shumë të mëdha kur vesh një uniform, por kur bën një punë që e ke me pasion. Në fakt është ajo fjala e urtë që thot kur e ke pasion një punë, duket sikur nuk punon asnjë ditë në jetën tënde. Në fakt ashtu është. Edhe për mua ashtu është. Domethënë nuk është se ka pas ndonjë moment më shumë ose ndonjë moment ku e kam vlerësuar më tepër punën time. Çdo moment është kështu. Armir, një pyetje e fundit nga ana ime, a kemi histori të tjera suksesi shqiptarësh në radhët e karabinierëve në Itali? Ke mundur të takosh prej tyre? Po, qartë, kam takuar edhe disa shqiptarë të tjerë, janë karabinierë, domethënë me të gjitha gradat, nga grada karabinieri deri ke grada marshallit, po. Ka goxha shqiptar, edhe ato kanë të njëjtin pasion. Dhe besoj edhe për ty është moment gëzimi e krenarie ku ndeshesh me ata që kanë ardhur nga Shqipëria me një ëndër të madhe. Qartë, sepse kanë pas të njëjtin rrugtim që kam pasur unë, me të njëjtët vështirësi ose edhe me të njëjtët mundësi. Por, po. Mirë, Armir, ne të përshëndesim shumë, me sa di unë, me sa informacion kam unë, motoja e karabinierëve është besnik ndër shekuj, italisht se them dot, por... Na thuaj ti. Si? Nei secoli fedele. Nei secoli fedele. Kështu, ka që dhja, kemi parë filma italian. Armir, të urojmë shumë suksese, urojmë shumë që gradat të mos dalin asnjëherë, ti të arrish atje kudo, edhe patjetër mbi të gjitha t'jesh i lumtur me zgjedhjen që ke bërë. Gjithmonë i përmbushur. Faleminderit shumë për kohën edhe gjithë historinë që ndave me ne, ndërkohë që ne bëhemi gati ta mbyllim këtë dritare me diasporën. Kështu më pëlqen ta quaj gjithmonë sa herë që ne lidhemi me shqiptarët kudo ku ndodhen për të kaluar tek një tjetër temë e cila është shumë e rëndësishme. Do flasim për shëndetin mendor, mos u largoni.